Ky është reagimi njësisë speciale të policisë së Kosovës në rast trazirash. Simulimi i këtij intervenimi policor nisi me menaxhim të protestave, të cilat përshkallëzoheshin nga qasti në qast. Madje njësia speciale e policisë së Kosovës u përball edhe me mjete shpërthyese, duke demonstruar reagimin e shpejtë në situata të tilla. Protestuesit qenë aq të dhunshëm sa u desh të përdorej gaz lotësjellës në drejtim të tyre. Gazin e përjetuan edhe zyrtarët dhe gazetarët që po ndiqnin ngjarjen. Pas kësaj, protesta improvizuar nga policia e Kosovës u përshkallëzua aq shumë sa protestuesit shtën me armë në drejtim të tyre. U demonstrua edhe arrestimi të dyshuarve pas të shtënave dhe plagosjes së zyrtarit policor. Me këtë rast u paraqiten edhe snajperistët me uniformë të kamufluar. Tërkohën ushtrimi i policisë u vëzhgua nga ministri i Brendshëm Skënder Hyseni dhe drejtori i policisë Shpend Maxhuni. Demonstrimi i njësisë speciale në kohë trazirash i la tejet për shtypje ministrit Hyseni sa e quajti si njërin nga policitë më të mira të Evropës juglindore. Kur e them dhe e dëgjoj nga shumë vëzhgues ndërkombëtar se policia e Kosovës është një nga policitë më të mira në Evropën juglindore. Policia e Kosovës është policia më profesionale në Ballkanin Perëndimor. Ndonse Kosova s'mund të jetë imune ndaj ekstremizmit dhe akteve terroriste, ministri Hyseni siguroi qytetarët se nuk ka nevojë për shqetësim, me që institucionet e sigurisë janë të mobilizuara për t'u përballur me çfarëdo situate. Duhet të ndjehen të sigurt sepse institucionet e rendit e mbi të gjitha ato të sigurisë publike janë duke bërë gjitha veprimet e mundshme, janë plotësisht mobilizuara që të përballen me çfarëdo situate. Ministri i Punëve të Brendshme Hyseni po ashtu bëri të ditur se Kosova nuk ka asnjë informacion se mund të sfidohet me ndonjë situatë krize, por sipas tij, institucionet duhet të jenë të gatshme të përgjigjen në situata të tilla.